tani se ku ju kam sjell këtu. Gjergjin e vogël, të cilin ne kemi quajtur melankoliku. Ai don të vite këtu, por nuk e di, ke marrë leje mamit apo jo? Ka turp. Po pra më thua, i ke marrë leje mamit apo jo? Unë i kam marrë leje mamit, se mami nuk ishte në shtëpi. E mori një shok. Unë jam shumë i gëzuar sot, se kam ardhur të lexoj kartolinën që do t'i çoj plaku të vitit të ri. Po mirë, do na e lexosh atëherë. Po. Hajde se jam kurioze dhe unë ta di çfarë dëshirash me shkruar ti. Të gjithë presin të lexosh ti dëshirat, hajde mos ki turp. I dashur baba gjysh, së pari, shpresoj që të jesh gjallë. Së dyti, shpresoj që të mos kesh vdekur. I dashur baba gjysh, unë e di që ti je plak, po mos u mërzit, se edhe pleqeria do kaloj. Unë kam shumë dëshira, po dëshira ime e parë është që mami im këtë vit të ri të mos bëj goma. Pastaj, unë dua një shampo pre vërteti, jo se e kam lëkurën delikate, po acidi banjos që m'lan mami më djeg pak. Pastaj, unë dua që vlezrit e mi, Gjergji, 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 edhe Gjergji, këtë vit të fejohen. Unë fisht me vajza. Pastaj, unë dua një baba. Dua të kem dhe unë një baba. Po vetëm kujdes me numrat, vetëm një baba. Pastaj, unë nuk dua të vizitohem më te veterineri. Jo se, a i nuk e di se qa bëm. Pastaj, unë dua një pemë të vitit të ri pre vërteti. Jo se kam do një gjë kundër hurmës, po nuk është e njëjta gjë. Por, mbi të gjitha, unë dua paqe në përbot edhe zgjedhje të lira në Shqipëri. Bravo, bravo. Qose, tani që po e mendoj mirë, baba gjysh, të punën e zgjedhjeve të lira, mund të edhe ta lërë, se nuk dua dalësh gënjeshtar. I dashur baba gjysh, më falë që të shqetësova dhe të fala, mi lupacin, puq. Mirë, pra tani puse me dorë dhe të gjithë publikun, edhe ikim në shtëpi se mami do t'ju bërë merak. Këtë puq vete? Pa tjetër. Mi lupacin. Mi lupacin.